Bastisje të reja me urdhër të prokurorisë speciale janë zhvilluar këtë të mërkur në zyrat e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë. Prova materiale janë sekuestruar lidhur me dyshimet që kanë të bëjnë me dhënien me qirat të fabrikës përmbetje shtazore. Njoftojmë se bastisja ka përfunduar. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, në bashkëpunim me hetuesit policor, po ndërmerr veprimet e nevojshme hetimore në përputhje me kodin e procedurës penale, me qëllim të ruajtjes së integritetit të hetimeve. Në këtë fazë nuk mund të japim më shumë detaje rreth rastit. Përveç bastisjeve, një ditë më parë si të dyshuar janë intervistuar ministrin në detyrë i bujqësisë Faton Peci dhe kryeshefi ekzekutiv i AUV-it Bekim Hoxha, por janë liruar në procedurë të rregullt. E një ditë pas intervistimit ka reaguar ministri në detyrë i bujqësisë Faton Peci. Jam i bindur që epilogu i këtij procesi do të jetë i njohur për ju, sikurse është i njohur për rreth 30.000 fermerë që përfitojnë në baza vjetore subvencione dhe grante e që njëherësh janë dëshmitarët më të vëmendshëm në çdo cep të Kosovës. Ata më së miri e dinë se në funksion të kujt e kam kryer detyrën zyrtare. Po ashtu të mërkurën, policia në raportin 24 orësh ka dhënë detaje për rastin. Bazuar në urdhëresën e gjykatës themelore të Prishtinës nga njësia e veçantë e hetimeve, janë kryer kontrolle në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë, zyren e një kompanie private dhe Agjencinë për Zhvillimin e Bujqësisë. Gjatë kontrollit janë sekuestruar pajisje elektronike, si dhe dokumente të ndryshme në përputhje me urdhëresën e gjykatës. Bastisjet dhe intervistimet e ministrin në detyrë të bujqësisë Faton Peci, si dhe të kryeshefit e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë Bekim Hoxha, lidhen me dyshimet për dhënien me qirat të fabrikës përmbetje shtazore. Sipas kontratës, kompania fituese do të subvencionohet për çdo kilogram të mbetjeve shtazore që ajo i trajton.